Vendosja e regjimit komunist në Shqipërinë e pas luftës së dytë botërore imponoi në popullsinë vendase një stil krejt të ri jete, i cili ishte kryekëput ndryshe nga jeta e mëparshme. Koncepte të reja dhe krejt të panjohura do të ofroheshin shqiptarëve në fshatra dhe qytete. Pika nevralgjike ishte prona, e cila do t'i nënshtrohej një politike që do t'a shndërronte atë krejtësisht edhe si koncept. Pak nga pak dhe me forma të ndryshme, prona do të kalonte nga duart e privatit në ato të shtetit. Ndryshimet që erdhën prej kësaj politike do të ishin shpesh agresive dhe shumë të ndjeshme, sidomos në fshat, ku jetonte afro 80% e popullsisë dhe ku regjimi zbatoi kolektivizimin e bujqësisë. Kjo politikë dhe kycënimi pronës private nxiti një prej disidencave më domethënëse në Shqipërinë komuniste, disidencën e fshatarëve, të cilët e kundërshtuan fuqimisht kolektivizimin, si dhe shumë praktika të tjera të regjimit që e çonin drejt skllavërisë jetën e banorëve në fshat gjatë diktaturës. Ngritja e kooperativave bujqësore që regjimi komuniste propagandonte sikur bëheshin me kërkesën e fshatarsisë, në të vërtetë ishin me detyrim nga strukturat e pushtetit. Pothuajse në të gjithë fshatrat e vendit kishte rezistencë për të mos u futur në kooperativa, duke i parë ato si fundin e iniciativës së lirë dhe burimin e varfërisë thellë në fshat. Por si lindën kooperativat e para, si funksionuan ata në periudhën e ndikimit jugosllav deri në vitin 1948 dhe pas këtij viti në ndikimin stalinist. Pse e kundërshtonin kolektivizimin, fshatarët shqiptar dhe me të shprapaskena vepronte pushteti për t'i skllavëruar ata. Viti 1946 shënoi për fshatarsinë dy ngjarje të rëndësishme, mbarimin e reformës agrare dhe fillimin e kolektivizimit të bujqësisë. Këto dy ngjarje ndryshuan tërësisht rendin ekonomiko-shoqëror në fshatin shqiptar, ndërsa Partia Komuniste e Shqipërisë i konsideronte si fitoret më të mëdha të saj. Në vitin 1944 në nëndorë të vitit 1944, kur Partia Komuniste mori pushtetin, nuk ishte shumë antarë në radhët e saj, kishte 2800, afërsisht 3000 antarë. Dhe me atë përbërje nuk mund të shtrinte dot pushtetin dhe nuk mund të ekzekutonte dot pushtetin, nuk mund të ngrinte dot strukturat shtetërore në tërë Shqipërinë. Për këtë arsye përdori pushtetin ushtarak, divizionet, ato që quhen divizionet e mbrojtjes së popullit, dhe divizionet të tjera, do në 6 divizione të Shqipërinë në qarqe të ndryshme të vendit për të ushtruar presion dhe për të mbajtur në kontroll popullsinë. Ishin jugoslavët që ndërtuan strukturat shtetërore të Shqipërisë, që ndërtuan sepse nuk kishin kapacitete. Jo vetëm në njerëz, por as në kapacitete intelektuale, as në legjislacion e ndryshëm. Duke ndjekur politikën jugoslave. Edhe në fushën e bujqësisë, politika jugoslave në fushën e bujqësisë ishte kolektivizimi me vullnetar. Kolektivizimi vullnetar dhe pa u detyruar fshatarësia të futej në kooperativë. Kush të donte hynte dhe kush të donte nuk hynte në kooperativë. E para, e dyta, ishte dhe mënyra tjetër, ishte mënyra e shpërblimit që hynin në kooperativë. Do të kishte shpërblimi ishte 40% në bazë të pronës që fuste fshatari në kooperativë dhe 60% në bazë të punës që kryente. Ishte pak a shumë një si gjysmë kapitaliste, po themi, kooperativat e asaj periudhe. Megjithatë, shqiptarët e kundërshtuan kolektivizimin sepse udhëheqja komuniste në atë periudhë dërgoi komiteteve ekzekutive të rretheve, që ishin atëherë të nën prefektura të rrethe, që të shikonin mundësinë të bënin një studim, të shikonin ku të ndërtonin kooperativa, ku të ngrinin kooperativa. Nga raportet që ishin në atë periudhë që vinin në byros politike,
rezultonte se shumica absolute e fshatarësisë nuk pranonte, ose komitetet e ndryshme të rretheve, që nga Tropoja deri në Saran, nuk pranonin të ngrinin kooperativa. Të gjithë ndryshimet që po ju imponoheshin fshatarëve diktonin një rend të ri, i cili nuk pranohej prej tyre. U duke diçka e çuditshme, si ka mundësi shqiptarët që ishin rritur me tokën, me pronën e tyre, në malet e tyre, në fshatrat e tyre, që kanë lidhje, se fshatrat shqiptare, sidomos fshatrat e vegjël dhe relativisht mesatar, për shembull, kanë lidhje fisnore popullsia e atyre fshatrave. Madje shumica e atyre s'bërin as kërshi brenda atyre për shkak të lidhjeve që janë. Atëherë si ka mundësi që do dorëzonte pronën? Aq më tepër pastaj edhe kur vinte edhe nga Jugosllavia që kishin një farë ndjesie kishin një vetdije tjetër shqiptarët, sepse ruheshin, sepse çdo gjë që vjen na ndethushin nuk është shumë pozitive. Për të mos thënë që është diçka jo e mirë për ne, për Shqipërinë. Refuzimi kundër kolektivizimit ishte masiv, ndaj regjimi vendosi të ngrinte kooperativat e para në fshatrat ku toka u ishte dhënë fshatarëve nga reforma agrare dhe ku e kishin më të lehtë për t'i detyruar të pranonin kolektivizimin. Më 24 tetor 1946 u ngrit kooperativa e parë bujqësore në Krutje të Lushnjës, e krijuar nga 26 familje, të cilat u organizuan në 3 brigada, njëra prej të cilave me gra dhe brigadiere po grua. Gjatë muajve tetor-nëntor 1946 u ngritën edhe kooperativa të tjera në Savër, Lushnje, Dobraç në Shkodër, në Kamic të Koplikut, në Tale e Gryglum të Bregut Matës, në Novosel të Vlorës apo në Çiflik të Sarandës. Deri në vitin 1948, procesi i kolektivizimit të bujqësisë do të ecte me hapa të ngadaltë dhe do të hapeshin gjithsej 52 kooperativa. Por gjendja do të ndryshonte në nëntor të vitit 1948, kur Partia Komuniste mbajti Kongresin e saj të parë dhe pas prishjes së marrëdhënieve me Jugosllavinë, Enver Hoxha e shpalli të gabuar edhe politikën që ishte ndjekur deri më atëherë në bujqësi. Në atë kongres u aprovua politika e re staliniste për kolektivizimin e bujqësisë dhe zbatimi i direktivave të Stalinit dhe përvojës sovjetike në fshatin shqiptar. Pastaj ndryshoi politika bujqësore në vitin 1948, politika e Shqipërisë në përgjithësi, sepse u lidhen e braktisën titizmin dhe u lidhen me Bashkimin Sovjetik, me zbatuan politikën staliniste në bujqësi. Por nëse politika staliniste në bujqësi, politika titiste në bujqësi ishte kolektivizimi vullnetar dhe shpërblimi, ashtu siç e tham, në bazë të pronës i kishte futur sasisë së pronës dhe në bazë të punës në kooperativë, ndryshe ndodhte me politikën staliniste. Politika staliniste ishte zbatuar në Bashkimin Sovjetik në vitet 30, kolektivizimi i bujqësisë ishte zbatuar në vitet 30 dhe ishte kolektivizimi i dhunshëm. Kolektivizimi i dhunshëm dhe ky kolektivizim që në Bashkimin Sovjetik ishte bërë në bazën e parimit leninist, të tezës së Leninit, që do të thoshte të ngrejmë kooperativat bujqësore duke u mbështetur tek fshatari i varfër, në aleancë me fshatarin e mesëm në luftë kundër kulakut. Byroja politike e Komiteti Qendror dhe Enver Hoxha, kryesisht Enver Hoxha, nxorën një shkresë, një dokument që titullohet Karakteristikat e fshatarëve që do të cilësoshin kulak. Ato ishte në 17 karakteristika që në qoftë se do plotësohet 2-3, cili do fshatar mund të cilësojë kulak. Kulak nuk e dinin fare se çfarë ishte, në fakt shqiptarët se dinin, sepse edhe se fjalë çfarë do thoshte, nuk e kishin idenë se çfarë do thoshte kulak, sepse në qoftë se në Bashkimin Sovjetik, në atë kohën që u bën kooperativat, ishte fshatarësia e pasur, ekzistonte, fizikisht ekzistonte dhe ishte pronare tokave, në Shqipërinë e vitit 49 nuk ishte. Nuk ishte fshatar të pasur që ta cilësojë kulak. Atëherë çfarë? Kryesisht u shpallën kulak njerëz që kishin influencë.
do të thënë, mjes që vinte influenca që vinte nga historia, nga e kaluara historike e fshatarësisë shqiptare, e cila kishte qenë për shembull në luftra. Kush i kishte rezistuar pushtimit të huaj? Sigurisht paria lokale, nëse elita politike ishte frymëzuese politikisht e rezistencës të shqiptarëve kundër pushtimit huaj, ajo që udhëhiqte lëvizjet shqiptare për të mbrojtur Shqipërinë ishte paria lokale. Paria lokale që do të thotë familje tradicionale që kishin shumë antar, disa kurora që kishin një organizim pune të mirë, që duke qenë dhe shumë antar, kishin dhe prodhime më të mbara dhe kishin dhe tradita shqiptare, mikpritje etj. Këto ishin në krye të lëvizjeve për mbrojtjen e Shqipërisë kur ndodhte pushtimet e huaja, kur kishte lëvizje kundër taksave të rënda e të tjera. Pra, atëherë këta duheshin bërë kulak. Regjimi i trembej pikërisht pushtetit ekonomik dhe influencës që kishin paria e fshatrave dhe e përqendroi goditjen pikërisht te kjo shtresë e fshatarësisë, sipas direktivave të Stalinit. Në Kongresin e parë të Kooperativave, Enver Hoxha tha ndër të tjera: reforma agrare nuk i la kulakut përveç se një pjesë të tokës që më të shumtë të herës është barazi me atë të fshatarit të mesëm, por nuk mund kurse si të dallojmë kulakun vetëm nga toka që posedon. Atë sot duhet ta shohim edhe nga ana e mjeteve të prodhimit, si kafshët e punës, veglat, shtëpia ku banon, stallat, plevicat e tjerë. E kaluara rëndon mbi kulakun. Kjo të mos neglizhohet në identifikimin e tij. Gjithashtu, të mos harrohet influenca që ka patur ai në fshat e që e ka ushtruar atë shekuj me radhë, duke pasur në duart e tij edhe pushtetin politik, edhe atë ekonomik. Nxorën pastaj kush ishte fshatari mesëm dhe kush ishte fshatari varr. Fshatari varr zakonisht familje të vogla që kishin pak antar, që nuk punojnë dot tokën, sepse nuk mund të punosh dot tokë, disa aktivitete që ka familja fshatare nuk i mbulon dot me 2-3 që mund të jenë krapune në fshat. Atëherë detyrimisht rrjedhimisht ishin më të varfra se të tjerat. Atëherë ndoqi këtë politikë. Këta që cilësuan kulaka i shpalli armik klase. Dhe i dhunoi, do ushtroi terrorin mbi ta me qëllim për të trembur të tjerët. Për të trembur ata që i thoshin fshatarësi e mesme, po dhe fshatarët e varfër. Në librin e historianit Xhafer Sadiku, Kooperativat bujqësore dhe disidenca e fshatarëve 1946-1991, jepen qindra raste të dokumentuara, madje në disa burime të një disidence të pastër ndaj regjimit nga mira familje fshatare në të gjithë Shqipërinë. Është një histori e tërë. Kjo është një disidencë jo si individ, por një disidencë masive, kudo në Shqipëri, në Shkodër, në Sarandë, në Vlorë, në Korçë, kudo ka ndodhur një fenomen. Kishte raste pastaj si në një fshat të Dibrës, gjithë fshatarët shkuan në qytet, zbritën në Peshkopi në komitetin e partisë rrethit dhe kundërshtuan ngritjen e kooperativës tyre. Në Berat, në fshatin aty nga zona e Lapardas së Beratit, vatën instruktorët e partisë të deleguarët e partisë për të ngritur kooperativën, nuk donin fshatarët, u ngritën gjithë nuk donin, po u ushtrua pastaj presion, njerit i thanë që ty të mbërthej me shpata për muri të bëjmë kulak, tjetërit i thanë ne të njohim ty me ballin ke qenë, ti ballist ke qenë, ose në Korçë pastaj këta shpallën në një listë 500 veta, 500 familja i bën kulak. U morën nga 2 herë tatime për një sasi. Prodhimi u morën nga 2 herë tatime. Në Korçë, këtë fenomen e zbulon edhe një raport i kreut të partisë në këtë rreth, i cili shkruan për 500 familjet korçare të shpallura kulake. Atyre u prem flet detyrimet e dyta në një mas prej 60 deri 100% mbi detyrimin e parë. Në këtë mënyrë, një pjesë e tyre që kanë pasur tokat e dobta dhe ekonominë e dobët, për t'i kufizuar nga ana ekonomike, ne nuk i patëm parasysh këtë faktor, kështu që atyre u morëm edhe bukën e gojës, i vumë për para pozitave të largimit nga fshati ose të arratisëshin.
ka statistika pasaj se sa, një fshat me 100 familje, se sa kam pranuar të një kooperativë. Kam pranuar 20, por jo 80 të tjerë. Kjo statistikë tregon disa fshatra ku ishin pyetur familjet nëse do të bashkoheshin në kooperativa dhe vjet re se shumica dërmuese e familjeve nuk pranonin të futeshin në kooperativa. Për shembull, në fshatin Zvezd të Korçës, nga 227 familje, vetëm 31 kishin pranuar të futeshin në kooperativë, ose në Jorgucat të Gjirokastrës, ku nga 165 familje, vetëm 27 kishin pranuar. Kjo rezistencë, madje, u shoqërua edhe me regres në disa prej kooperativave të ngritura tashmë, ku shumë antar po kërkonin të dilnin nga kooperativat ku kishin hyrë. Ky fenomen u kthye në një shqetësim të madh për regjimin në vitin 1954 dhe po analizohej se ku ishin bërë gabimet në raport me fshatarësinë. Në atë kohë ka qenë ministri i bujqësisë, ka qenë Maqo Çomo, në atë kohë dhe ngriti si problem në byron politike, ai që nuk shkon kjo mënyrë, tha, do ishte i vetmi, që ngriti zërin e quajti diçka shumë të rëndë, që të kërcënoheshin fshatarët në atë formë. Në një mbledhje të shkurtit 1954, ministri i bujqësisë Maqo Çomo, duke folur për kooperativat bujqësore të Beratit, tha se jo vetëm janë shpejtuar për t'i ngritur këto kooperativa, por janë bërë edhe presione për t'i futur direkt, pa bërë një punë përgatitore me fshatarët. Në mbledhjen e asamblesë, dilnin fshatarët të revoltuar dhe thoshin se ishin futur me zor. Mëtej Çomo shton se qëndrimi i komunistëve kundër fshatarëve është shumë arbitrar. Fshatarët detyrohen të mos flasin për ato që shohin dhe të mos kritikojnë në mes të fshatit gabimet e antarëve të partisë. Regjimi komunist ndërmori një varg masash për t'i detyruar fshatarët të futeshin në kooperativa. Politika tatimore ishte mjaft e ashpër dhe ngjalli revolt dhe pakënaqësi në të gjitha fshatrat e vendit. Tatimet mbi tokën, grumbullimi detyruar i prodhimeve, marrja e tepricave, marrja e tokave pjellore dhe kompensimi me toka të dobta larg shtëpive, e tjerë ishin një varg masash që ndërmerreshin për ta detyruar fshatarësinë të dorëzonte çdo pronë të saj dhe t'i bashkohej kooperativës. Politika tatimore zbatohej nëpërmjet ligjit të tatimit mbi ekonomitë bujqësore individuale fshatare dhe të cilësuarve kulak. Deri në fillim të vitit 1949 u zbatua sistemi i grumbullimit të detyrueshëm i të gjithë tepricave të drithrave. Çdo vit, në kohën e shirjeve, nënpunësi i grumbullimit shkonte në fshat tek fshatari dhe bënte llogarinë mbi prodhimin. Fshatarit i lihej buka për të gjithë pjesëtarët e familjes në bazë të një norme të caktuar nga shteti dhe fara për mbjelljen e ardhshme. Pjesa tjetër konsideroi tepricë dhe merrej e gjitha nga shteti, duke ia blerë me çmim të ulët. Por fshatarët nuk ju bindën kësaj politike, shpesh e fshihnin bereqetin, ndërsa shteti merrte masa të rrepta, bënte kontrolle në shtëpi, konfiskime dhe arrestime masive. U tatua toka. Fshatari do të paguante si masasisë tokës, që si ka se prodhonte apo nuk prodhonte. Edhe kjo i detyroi pastaj që të futeshin në kooperativa. Dokumentet e shumta tregojnë pakënaqësi në qindra fshatra në gjithë Shqipërinë. Në Lushnjë, fshatarët ankoheshin se qeveria me këto taksa që na ka hedhur do të na rrjep, do të na lejë të varfër e tjerë. Kur ndonjëherë nuk kanë patur pemë taks, një dru fiku do të paguhet 300 lek taks. Në Korçë thonin se tatimi është i madh. Gjatë luftës na thanë se nuk do të ketë taksa dhe tani po na vën prap, do t'i vënë çdo gjëje taks. Tatimet e rënda kishin bërë që fshatarësia të mos kishte interes të shtonte prodhimin, sepse në fund të fundit tepricat do t'ia merrte shteti me çmim të ulët. Por në fillim të vitit 1949 regjimi kaloi nga sistemi i grumbullimit të detyrueshëm të tepricave të drithit në sistemin e tatimit të natyrës së prodhimeve bujqësore. Sipas propagandës së regjimit, përmes kësaj politike të re tatimore, nuk i merreshin fshatarit të gjithë tepricat dhe ai mund t'i shiste ato në tregun e lirë, gjë që sipas tyre nxiste fshatarin të punonte dhe të prodhonte më shumë. Por kjo ishte
thjesht dhe vetëm propagandë. Të vërtetën e zbulojmë në një raport të Mehmet Shehut, i cili e vë theksin tek shfrytëzimi i egër i fshatarësisë pas vendosjes së regjimit të ri tatimor. Në raport thuhet se fshatarët prodhonin me kosto të lartë, por regjimi u ablinte prodhimet nën kosto, në një kohë që produktet industriale fshatarëve ju shiteshin me çmime shumë të larta. Në një mbledhje të Buros Politike në shkurt 1951, Mehmet Shehu u shpreh: "Me sistemin e ri nuk i kemi lënë te prica fshatarësisë, ose i kemi lënë shumë pak. Në vitin 1948 ne i kemi hequr fshatarësisë të gjithë tepricat, ndërsa tani i kemi marrë edhe farën e madje edhe bukën në disa raste ja kemi prekur." Për të vjelë tatimet bujqësore nga fshatarët që bënin rezistencë, regjimi përdori masa policore. Të plot fuqishmit e grumbullimit ushtronin presion mbi fshatarët dhe shpesh i shoqëronin me policë për të firmosur flet detyrimet dhe në fund, kur nuk i shlyenin, i burgosnin. Sipas dokumentave, vetëm në vitin 1950 u dënuan 1381 të akuzuar për mos shlyerje detyrimi. Megjithatë pati një disidencë të fuqishme, jo vetëm në Malsi, por edhe në kodra, zonat kodrinore, madje edhe në fusha. Jo vetëm nga fshatarët që kishin tokën e tyre, sepse shqiptarët e kanë pasur 83 dhe 4% më shumë e kanë pasur pronën e tyre. Pavarësisht nga sasia, nga madhësia e tokës, por e kanë pasur pronën e tyre, jo vetëm nga këta. Por edhe nga ata që kishin marrë tokë nga reforma agrare. Në disa zona që ishin fermat bujqësore private, po dhe shtetërore që ishte pronat të shtetit. Edhe këta rezistonin dhe nuk pranonin të hynin në kooperativë, sepse humbisnin lirinë. Jo vetëm pronën, por humbisnin lirinë. Dhe ata e dinin shumë mirë këtë. Po të shikoni në fondin e Partisë Punës së Shqipërisë, sidomos sektorin e letrave, janë me mira letra të fshatarëve nga gjitha zonat, që të vjen keq, ndonjëherë dhe se si ka mundësi, se problemi nuk qëndron se nuk njeh gjendja. Është tjetër gjë, kur nuk njeh gjendja dhe nuk e njeh gjendjen, por të njohësh gjendjen reale të shtetazve të tu dhe t'i shfrytëzosh në atë mënyrë, është i vërtet një nuk merrin masa. Janë letra pafund. Për shembull në fshatet e Marksisë së Shkodrës, në fushën e Mëzëqes në Fjerë, në zonat të tjera, në zonën e Përmetit, në zonën e Gramshit, në të gjithë zonat e Shqipërisë, nga të gjitha kooperativat. Në letrën dërguar qeverisë, disa fshatarë nga rrethi i Durrësit ankoheshin. Në Katundin ton kanë ardhur shokët, na kanë ardhur në shtëpitë tona dhe na kanë propozuar që të hynim në kooperativë bujqësore. Pas refuzimit ton, në forma detyrimi na u imponua që neve të hynim në kooperativë, se përndryshe nuk kishim më vend në Katund. Do të na merrnin tokat gjerë në pikat e shtëpisë dhe do të konsideroheshim si armiq të popullit. Do të tatoheshim me 2 fishin e tatimit. Kishte letra për padrejtësi, sepse padrejtësi e madhe midis burokracisë së fshatit dhe fshatarëve që punonin. Sepse ishte në mënyra e ndërtimit e krijimit të kooperativës, organizimit të punës së kooperativë, ose tjetra ishte ndarja e punës. Ndarja e punës besi mbas biografive. Dhe fshati punonte gjitha në tokë bujqësore, për shembull, ose në blegtori, por ndarja e punës ishte në bazë të biografisë. Dhe jo biografisë që ti kishe vërtet, ti kishe. Biografisë që të kishte bërë partia, se biografinë në shqiptarëve ja u shkroi Partia Komuniste. Fill sa mori pushtetin. Ankesat ishin për pamundësi, dohen për varfërinë, dohen për nuk merrin pak. Nuk u dini, njëri nga Lekbiba i për shembull dënonte letër e i thoshte Ramiz Arisja dënonte letër në 89, merrte vetëm kooperativa tyre 5 lekë për ditë pune, don 50 lekë. 50 lekë do pak më shumë se në gjysmë kilogram sheqer, ose në gjysmë kilogram oriz. A mund të punosh të tërë ditën në bujqësi dhe të marrësh vetëm gjysmë kilogram oriz? Nga ngritja kooperativës së parë deri në përfundimin e kolektivizimit të plot të bujqësisë, regjimit ju deshën plot 21 vite përpjekje dhe presione. Dhe është pikërisht kjo kohë e gjatë rezistence që flet qartë për disidencën e fshatarëve ndaj regjimit komunist për dekada me radhë.